Përshëndetje të gjithëve. Atëherë sot do hymë në një tjetër seri videosh, të cilat do jenë një manual ose guid për ju për të mësuar se çfarë është një broker, si ta përdorim një broker, domethënë nga fillimi në fund, cilët mund të jenë brokerat më të mirë, e tjerë e tjerë. Pra, me këto video ju do mësoni gjithçka për sa i përket brokerit. Po e bëj këtë manual sepse ka shumë fillestar të cilët futen në këtë fushë dhe nuk e kanë shumë, domethënë nuk është se e kanë shumë idenë e pjesës se si do procedohet me hapjen e një llogarie në broker, si ta lidhin me MetaTrader 5, MetaTrader 4, e tjerë e tjerë. Kështu që fillojmë tani çfarë është një broker. Atëherë brokeri nuk është gjë tjetër përveç se një firmë, kompani, e cila bën të mundur lidhjen midis blerësit dhe shitësit për të bërë një transakcion. Pra, thjesht është një ndërmjetësues. Domethënë është një ndërmjetësues midis shitësit dhe blerësit. Dhe çfarë duhet të dim tjetër është që ne nuk mund të tregtojmë dot pa patur një broker, pra pa patur një llogari në broker dhe pa depozituar para në broker. Dhe këto janë hapat. Ne fillimisht kemi kapitalin, kemi njohuritë për të tregtuar, kemi platformën ku mund të tregtojmë si Meta 4 ose Meta 5, të cilat mund t'i gjeni në Play Store për Android edhe në App Store për iPhone. Dhe tani çfarë na duhet tjetër? Na duhet një broker. Ose më saktë një llogari në broker. Sepse ne me vërtet do përdorim do përdorim MetaTrader 4 ose 5 për të vendosur një tregti buy ose sell ose e tjerë, po veprimet mbrapa i bën brokeri. Pra në prapa skenë, si të themi. Dhe te brokeri do depozitojmë, te brokeri do tërheqim fitimet ose do tërheqim lekët. Pra, ky është brokeri dhe është shumë i rëndësishëm për të nisur punën, domethënë për të nisur punën për të tregtuar. Dhe nëse e marrim si një lidhje midis nesh, atëherë jemi ne ose tregtarët, pastaj është ndërmjetësuesi, brokeri, po ashtu është ndërmjetësues brokeri dhe është marketi, të cilat më pas janë monedat, çiftet e monedhave euro, USD, e tjerë. Pra, ndërmjetësuesi është ky. Ne bëjmë veprime, vetëm një moment. Ne bëjmë veprime duke përdorur MetaTrader 4 ose MetaTrader 5 ose çfarë do lloj platforme tjetër, Trader, nuk e di. Bëjmë veprimet në këto veprime që i bëjmë ne, i merr brokeri, i merr këtu, pra i merr brokeri, i ekzekuton në market dhe më pas rezultati përsëri nga brokeri tek ne, që do me thënë ose humbi ose fitim.
Kjo është gjithë puna e brokerit dhe në video në vazhdim do të tregoj një broker i cili është i ri dhe të cilin po e përdor unë tashmë. Shihemi në videon e radhës.